Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Pas javësh diskutimesh dhe negociatash, mazhoranca dhe opozita kanë arritur marrëveshjen për variantin final të përbërjes së funksionimit të Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Komisioni do të përbëhet nga 16 antar me përfaqësim të barabartë mes palëve dhe do të drejtohet nga 2 bashkëkryetar. Vendimi për ngritjen e tij do të shkojë për miratim në seancën plenare të 30 tetorit. Mazhoranca dhe opozita kanë gjetur më në fund gjuhën e përbashkët për ngritjen e Komisionit Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore pas dakordësimit mbi variantin final të përbërjes dhe funksionimit të tij. Në dokumentin e dakordsuar thuhet se Komisioni i Posaçëm ngrihet mbi bazën e barazisë pozit-opozit. Në përbërje të tij do të ketë 16 antar, nga të cilët 7 antar janë përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, 7 antar janë përfaqësues nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe 2 antar nga partitë që kanë fituar me të paktën 2 mandate në zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Dokumenti përcakton se komisioni drejtohet nga 2 bashkëkryetar, një nga Partia Socialiste dhe një nga Partia Demokratike. Pranë komisionit ngrihet edhe grupi ekspertëve teknik. Përveç 2 forcave kryesore politike, vendimi përfshin edhe partitë e tjera parlamentare në një mandat, të cilët do të kenë rol këshillues në proces. Në mbledhjet e komisionit mund të marrin pjesë pa të drejtë vote deputetë të partive të tjera parlamentare, të cilët kanë të drejtë të bëjnë propozime për ndryshimet në legjislacionin e reformës zgjedhore. Thuhet në vendim që pritet të miratohet nga kuvendi në datën 30 tetor. Ky variant përfshin edhe mekanizmat për zgjedhjen e mosmarrveshjeve mes palëve. Çdo parti që përfaqësohet në komision ka të drejtë të propozojë amendamente për diskutim dhe miratim. Palët do duhet të angazhohet të gjejnë konsensusin në lidhje me to. Për çështjet veçanta për të cilët palët nuk kanë gjetur konsensus, do të vlerësohet dhe kërkohet asistenca e ekspertizës së OSBE-Odirit dhe Komisionit të Venecias. Për afatin e funksionimit, dokumenti përcakton se komisioni ushtron veprimtarinë për një afat 9 mujor, por në rast nevoje, me kërkesë të arsyetuar nga të 2 bashkëkryetarët, kuvendi vendos zgjatjen e afatit. Në procesin e reformës do të përfshihen edhe aktorë ndërkombëtar që do të japin asistencë teknike dhe ekspertizë ligjore. Pranë këtij komisioni janë afruar për të dhënë asistencë prezenca e OSBE-s në Shqipëri, ekspertë të OSBE-Odirit, Këshilli i Evropës, ekspertë të Komisionit të Venecias, si dhe përfaqësues dhe ekspert të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Marrëveshja përbën një hap të rëndësishëm politik drejt reformës së zgjedhore, e cila pritet të vendosë rregulla të reja për garën elektorale dhe të sjellë më shumë besueshmëri në proceset e ardhshme zgjedhore. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku është thirrur në SPAK si personën hetim për shkelje të barazisë në tendera, duke përfshirë rastin e tunelit të Llogaras. Fletëthirja e dorëzuar i kërkon Ballukut të paraqitet e shoqëruar nga një avokat, gjë që paralajmëron mundësinë e komunikimit të akuzës penale. Prokuroria e Posaçme ka regjistruar zëvendës kryeministre Belinda Balluku si personën hetim për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Sipas burimeve të besueshëm, Balluku është thirrur të paraqitet të hënën në SPAK mbi bazën e një shkrese që mban firmën e prokurorit posaçëm Dritan Prendçi. Fletëthirja është dorëzuar në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Në dokument, Balluku i bëhet me dije se gjatë paraqitjes duhet të shoqërohet nga një avokat, gjë që nuk kupton mundësinë e komunikimit të akuzës penale. Burimet bëjnë të ditur se SPAK synon të ushtrojë ndjekjen penale pa masa sigurie dhe pa kërkuar autorizim nga kuvendi. Hetimi ndaj Ballukut lidhet me një sër kallëzimesh penale, përfshirë tenderin e tunelit të Llogaras, ku vlera e fituar nga një kompani turke u rrit me 50 milion euro. Ende nuk dihet nëse Balluku do t'i përgjigjet fletëthirjes dhe nëse do të vazhdojë të mbajë postet qeveritare apo do të tërhiqet për të zhvilluar betejën ligjore. Belinda Balluku ushtron detyrën e zëvendës kryeministres që prej korrikut 2022, ndërsa detyrën e ministres së infrastrukturës dhe energjisë që prej vitit 2019. Ajo ka qenë gjithashtu drejtuese politike e qarkut Fier, ku Partia Socialiste fitoi 12 mandate në zgjedhjet e 11 majit. Partia Demokratike do të nisë protestat për zgjedhje të lira dhe të ndershme pas publikimit të raportit të Odirit për zgjedhjet e 11 majit. Sali Berisha ftoi qytetarët që të ngrihen kundër qeverisë, ndërsa denoncoi edhe skandalin e aeroportit të Vlorës.
Pas publikimit të raportit përfundimtar të Odirit mbi zgjedhjet e 11 majit, Partia Demokratike ka paralajmëruar nisjen e një serie protestash në mbështetje të zgjedhësve të lirë dhe të ndershëm. Në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat, kryedemokrati Sali Berisha deklaroi se vëzhguesit ndërkombëtar kanë bërë pjesën e tyre, ndërsa tani përgjegjësia i takon opozitës dhe qytetarëve për të kundërshtuar qeverinë. E vërteta është se në 33 vite ky raporti më damkosës i farsës elektorale për farsë elektorale të Edi Ramës. Asnjë raport tjetër nuk ka patur për masat e denoncimit të farsës si raporti i zgjedhjeve të 11 maj. Opozita shqiptare duhet të ngrihet në protestat më të fuqishme që ka njohur ndonjëherë historia e vendit nga vitet 90 me qëllimin solem dhe sublim votën e lirë për qytetarët shqiptar. Plani i Berishës parashikon që protestat të shtrihen edhe përtej kufive të vendit, duke përfshirë qytetarët shqiptar në diasporë. Vëzhguesit ndërkombëtar folën e thanë fjalën e tyre. Është rradha e shqiptarëve të flasin dhe të thonë fjalën e tyre. Është rradha jonë të flasin dhe të thonë fjalën tonë. Të themi fjalën tonë në Tiranë, të themi fjalën tonë në Paris, në Rom, në Vjenë, në Washington, në Berlin dhe në të gjithë botën. Berisha denoncoi ashpër edhe skandalin e aeroportit të Vlorës, duke e cilësuar atë si një nga mashtrimet më të mëdha të qeverisë Rama. Nuk kam ditur këto punë të ortakëve, po kam ditur se është dhënë një garanci e tmerrshme për 600.000 bileta në vit dhe çfarë do ishte nën 600.000 do e pagunin takspaguesit shqiptar. Në një kohë kur aeroport absolutisht nuk i bën dot 100.000 në vit. Ky është një gjë e tmerrshme një gjobë e tmerrshme që u bëjnë takspaguesve shqiptar. Në këtë kontekst, opozita pritet të intensifikojë aktivitetin politik dhe mobilizimin qytetar, duke e bazuar në gjetjen e Odirit dhe në çështje të tjera të konsideruara si shkelje të besimit publik nga qeveria në pushtet. Në Komisionin e Ligjeve, demokratët kërkuan që gjetjet e OSBE Odirit të përfshihen në rezolutën parlamentare, ndërsa socialistët konsiderojnë ato të kufizuara dhe jo gjithëpërfshirëse. Raporti përfundimtar i zgjedhjeve të 11 majit ka lënë 25 detyra për Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Raporti OSBE Odirit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit po lexohet ndryshe nga dy kampet kryesore politike në Shqipëri. Në Komisionin e Ligjeve, demokratët theksuan rëndësinë e përfshirjes së gjetjeve të raportit në rezultatet parlamentare nga institucionet e pavarura. Deputeti Oerd Bylykbashi u shpreh se të gjitha institucionet që diskutohen sot janë të përmendura në raport dhe kjo do duhet të reflektohet edhe në vendimet e kuvendit. Ka një fill që i bashkon të gjitha këto rezultate sot dhe ja vlen të bëhet diskutimi vetëm. Dhe ajo që i lidh bashkë është raporti i OSBE Odirit që ka dalë dje. Roli i prokurorisë në zgjedhje. Sigurisht që vetë fakti që problemi është real, ju ka bërë që pavarësisht se kjo është një rezolutë për 2024, keni përfshirë 2025-ën, me drejt. Dhe jo sepse ndodhi në 2025-ën thjesht, sepse është përkeqësim në vazhdim, në ngritje i problemit. E njëjta gjë për SPAK-un. E njëjta gjë në lidhje me KLP-n. Pra ç'bën kjo, ndërkohë që pranohet që deri më sot ka qenë e bllokuar, nuk ka funksionuar. Nga ana tjetër, socialistët përfaqësuar nga deputeti Elezi e cilësojnë raportin ndryshe, sipas tij dokumenti përmend vetëm SPAK-un, duke e vlerësuar ngritjen e një platforme online për denoncime si një hap pozitiv. Raporti përfundimtar i OSBE Odirit i publikuar një ditë më parë përmban gjithashtu 25 detyra specifike për Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore, duke i vendosur kuvendit sfidën e implementimit të rekomandimeve ndërkombëtare dhe forcimin e besimit të qytetarëve tek procesi zgjedhor. Në raportin e OSBE Odirit që kam parë, përmendet vetëm SPAK-u. Asnjë institucion tjetër nga ato që ju cituat. Dhe për SPAK-un thuhet që është ngritur një platformë online ku mund të bëhen denoncime dhe e vlerëson si hap pozitiv. Prokuroria e përgjithshme nuk përmendet në asnjë faqe. KLP-ja që unë besoj s'ka lidhje fare, nuk e lidh as institucionalisht as tangencialisht, nuk e lidh me çështjen e zgjedhjeve. Ish ministri i mjedisit Lefter Koka nuk do të lirohet nga qelia pasi vendimi për inceneratorin e Fierit mbetet pengesa kryesore. Gjyqtari i GJKK-s Erion Bani nuk pranoi kërkesën e Kokës për shuarjen e masës së sigurimit pavarësisht pretendimeve të ish ministrit mbi afatin maksimal të paraburgimit.
Vendimi për inceneratorin e Fierit ka bllokuar lirimin e ish-ministrit të mjedisit Lefter Koka, i cili kishte kërkuar shuarjen e masës së paraburgimit me argumentin se kishte kaluar afati maksimal 3 vjeçar të qëndrimit në paraburgim pa vendim të formës së prerë. Gjyqtari i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Erion Bani nuk e mori parasysh kërkesën, duke vendosur që Koka të qëndrojë në qeli. Në korrik të këtij viti, Lefter Koka fitoi të drejtën e lirimit me kusht nga gjykata e Durrësit për inceneratorin e Elbasanit, ku ishte dënuar me 6 vite e 8 muaj burg me gjykim të shkurtuar. Gjyqtari Xhevdet Lika kishte vendosur që për pjesën e mbetur të dënimit, Koka të kryente shërbimin e provës dhe gjatë kësaj periudhe nuk duhet të kryente vepra të tjera penale. Lefter Koka është dënuar në shkallë të parë për inceneratorin e Fierit me 6.8 vite burg, edhe për Tiranën me 2 vite. Asnjë nga këto vendime nuk ka marrë ende formë të prerë në apelin e posaçëm. Koka pretendon se ka ezauruar dënimin për Fierin, duke llogaritur kohën e kaluar në paraburgim sipas nenit 261.1c të kodit të procedurës penale që parashikon shuarjen e masës së sigurisë. Çështja e inceneratorit të Fierit është rikthyer në gjykatën e apelit pas vendimit të gjykatës së lartë vetëm pak ditë më parë, duke lënë të paqartë afatin e mundshëm të lirimit të ish-ministrit. Michel D'Angelo, profesori biologjik i liruar nga qelia në Shqipëri pas 75 ditësh paraburgim, u rikthye në Itali. Gjykata e Fierit lehtësoi masën e sigurisë duke vendosur garanci pasurore 15.000 euro dhe detyrim për të paraqitur një herë në muaj. Pas lirimit, 44 vjeçari u nis për në Itali së bashku me partneren e tij, Vanessa Castelli. Michele D'Angelo, profesori italian i biologjisë i përfshirë në aksidentin tragjik të 8 gushtit në aksin Levan Fier, u lirua nga qelia ditën e djeshme me vendim të gjykatës së Fierit. Gjyqtari vendosi zëvendësimin e masës së sigurisë, arrest me burg me garanci pasurore prej 15.000 eurosh. Përveç kësaj, profesori do duhet paraqitet të premten e fundit të çdo muaji përpara oficerit të policisë gjyqësore në komisariatin e Fierit. Pas lirimit, 44 vjeçari u nis për në Itali së bashku me partneren e tij, Vanessa Castelli. Ata zbarkuan në aeroportin e Romës dhe më pas udhëtuan në qytetin L'Aquila, ku D'Angelo jep mësim për vitesh në universitet. Trasferimi i tij u realizua në një nivel të lartë sekreti nga autoritetet shqiptare dhe italiane sipas mediave italiane. Partnerja e tij deklaroi se situata e vështirë ka marrë fund. Michele është shumë i tronditur, por mund të themi se mangthi ka mbaruar. Tani mund të marrin frymë, tha ajo, duke theksuar shqetësimin e tyre gjatë gjithë procesit gjyqësor. Michele D'Angelo arrestua në 8 gusht 2025 pasi gjatë pushimeve në Shqipëri u përfshi në një aksident në autostradën Levan Fier. Automjeti i tij u përplas me një mjet tip Mercedes dhe si pasojë një 17 vjeçar humbi jetën 3 ditë më pas në spitalin e traumës. Gjyqësori shqiptar vendosi paraburgim për profesorin, ndërsa procesi gjyqësor vijoi për të përcaktuar përgjegjësinë e tij ligjore. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar la në burg 31 vjeçarin Eugene Koka, i ekstraduar nga Spanja, i akuzuar nga SPAK për korrupsion, kontrabandë dhe vjedhje të naftës nga një anije në portin e Durrësit. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi të mbajë në qeli 31 vjeçarin Eugene Koka, i cili 2 ditë më parë u ekstradua nga Spanja. SPAK akuzon Kokën për korrupsion të punonjësve të policisë dhe për vjedhje në bashkëpunim të 200.000 litra naftë nga një anije që ishte ankoruar në portin e Durrësit në janar të këtij viti. Në seancën me dyert të mbyllura, Koka nuk pranoi akuzat, ndërsa mbrojtja e tij pretendoi se ai nuk ka lidhje me ngjarjen. Kundër tij në shkurt, GKK kishte caktuar masën arrest në burg për 3 akuza: korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike, kontrabandë me madhra të aksicueshëm dhe vjedhje kryer në bashkëpunim. Me 13 tetor, SPAK përfundoi hetimet dhe dërgoi për gjykim Eugene Kokën së bashku me 10 persona të tjerë. Sipas organit akuzës, veprimtaritë kriminale që ka kryer Koka dhe disa anëtar të ekuipazhit të anijes me flamur tunizian përfshin kapitenin Muhammad Salil, oficerin e parë dhe marinarët, si dhe inxhinier. Hetimet zbuluan se Eugene Koka dhe Drilon Malluta i ofruan 10.000 euro policit Armand Marvataj, përgjegjës për ruajtjen e anijes në Porto Romano, me qëllim të lejonte nxjerrjen e naftës së sekuestruar. Para të dhëna ryshfet u gjetën dhe u sekuestrua në banesën e Marvataj. Nafta kontraband u nxorë nga anija në 27 janar 2025 në bashkëpunim me ekuipazhin dhe marinarët e përfshirë në ngjarje. Vendimi i GKK-s për të mbajtur Eugene Kokën në burg tregon seriozitetin e gjykatës dhe SPAK-ut në trajtimin e rasteve të korrupsionit dhe kontrabandës.
Gjatë një kontrolli të detajuar në terminalin e kontenjerëve, struktura doganore zbuluan veshje dhe parfume të dyshuara si falsifikime të markave të njohura ndërkombëtare, përfshirë Armani, Boss, Nike dhe Adidas. Madhrat u bllokuan dhe u vullosën zyrtarisht nga njësia përkatëse të pronësisë intelektuale. Administrata doganore vijon kontrollet për të mbrojtur konsumatorët dhe tregtinë e ndershme. Gjatë një operacioni të zhvilluar në terminalin e kontenjerëve, struktura doganore shqiptare identifikuan sasi të konsiderueshme veshjesh dhe parfumesh që dyshohet se shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale të markave ndërkombëtare. Kontrolli u fokusua kryesisht tek artikuj të markave prestigjioze si Armani, Boss, Calvin Klein, Nike, Adidas, Zara dhe Massimo Dutti. Pas verifikimeve të kryera nga njësitë specializuara për pronësinë intelektuale, madhrat e dyshuara u bllokuan dhe u vullosën zyrtarisht për të parandaluar futjen e tyre të palishëm në treg. Vetëm gjatë muajit tetor, dogana ka sekuestruar rreth 1500 bluza sportive të markave të mbrojtura, mbi 900 artikuj të ndryshëm veshjes dhe komplete sportive, si dhe sasi të konsiderueshme parfumesh të markave prestigjioze, përfshirë Dior dhe Armani. Administrata doganore thekson se këto kontrolle janë pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të mbrojtur pronësinë intelektuale, duke siguruar tregti të ndershme dhe mbrojtjen e konsumatorëve shqiptar. Veprimet e fundit synojnë gjithashtu të frenojnë importin e madhrave të falsifikuar që mund të dëmtojë ekonominë dhe besimin e qytetarëve tek produktet e origjinës së garantuar. Kontrolli i rreptë dhe bashkëpunimi me njësitë përkatëse janë pjesë e strategjisë afatgjatë të doganave për të parandaluar këtë fenomen. 5 shtetas u vu në pranga në fshatin Ragam Shkodër pasi u kapën në flagrant duke kryer gjueti në shkelje të moratoriumit. Policia ka sekuestruar armë, municione, dron dhe një shpend të vrarë, si dhe një sasi të dyshuar narkotike. 5 shtetas u arrestuan gjatë natës në fshatin Ragam të Shkodrës pas një operacioni të strukturuar të policisë për parandalimin e gjuetisë së palishme. Operacioni zhvillua në kuadër të planit të masave për goditjen e veprimtarisë kriminale që rrezikon florën dhe faunën e egër. Gjatë ndalimit të personave të dyshuar në automjetin me të cilën qarkullonin, policia gjeti dhe sekuestroi 2 armë zjarri, një pistolet dhe një pushk, 2 armë gjahu, një teke, një shotgun, municion luftarak, një dron dhe një shpend të vrarë. Gjithashtu gjatë kontrollit në banesën e njërit prej të arrestuarve u gjet dhe u sekuestrua një sasi e dyshuar lëndë narkotike kanabis sativa. Të arrestuarit akuzohen për një sër vepra penale, përfshirë mbajtjen dhe prodhimin pa leje të armëve dhe municionit, prodhimin dhe mbajtjen pa leje të armëve të gjuetisë dhe sportive, dëmtimin e specieve të mbrojtura të florës dhe faunës së egër dhe prodhimin dhe shitjen e narkotikëve. Policia e Beratit ka arrestuar një 49 vjeçar Armando Pietri, dënuar në Itali me 29 vite burgim për pjesëmarrjen në organizatë kriminale dhe trafikimin e lëndëve narkotike. I shpadur në kërkim ndërkombëtar prej disa vitesh, ai u ka pas një operacioni të mirë organizuar të goduar rrjeta. Gjatë aksionit, policia arrestoi dhe një person tjetër që dyshohet se e kishte strehuar Pietrin në banesën e tij. Operacioni policor Rrjeta i zhvilluar nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë së Beratit në bashkëpunim me Interpol Tiranë ka çuar në prangosjen e një prej personave më të kërkuar nga drejtësia italiane. Armando Pietri, 49 vjeç, rezultoni dënuar nga gjykata e apelit në Napoli në 29 vite burg për pjesëmarrje në një organizatë kriminale dhe për trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Pas një periudhe të gjatë ndjekjeje dhe verifikimesh, policia arriti të lokalizojë Pietrin në lagje 1 maj në qytetin e Beratit, ku fshihej në një banesë private. Gjatë operacionit u arrestua edhe pronari i banesës, i cili dyshohet se i kishte ofruar strehim të dënuarit dhe që akuzohet për përkraje të autorit të krimit dhe për prodhim të shitjeve të lëndëve narkotike. Gjatë kontrollit në banesë, efektivët gjetën dhe sekuestruan një sasi kanabisi që u mor si provë materiale në cilësinë e veprës penale. Burimet nga policia bëjnë me dije se pas arrestimit, Interpol Tirana ka nisur procedurën në bashkëpunim me Interpol Romën për ekstradimin e Armando Pietrit drejt Italisë, ku ai do të vuajë dënimin e vendosur nga drejtësia italiane. Të nderuar televizionistë, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 25 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme me vranësira kalimtare dhe intervale me diell me mundësi për rreshje të lehta shiu kryesisht në orët e paradites, sidomos në veri dhe në perëndim. Në pasdite pritet stabilizim me intervale më të gjata me diell në shumicën e rajoneve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 23 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 6 deri në 7 orë diell.
Era do të fryejë lehtë nga drejtimet jugperëndimore me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond, ndërsa në Bregdet her pas here mund të arrijë deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 25 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3 deri 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 25 tetor do të jetë në orën 6:57, ndërsa perëndimi në orën 17:53 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 16 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 15 gradë Celsius. Tiranë, 15 deri në 21 gradë Celsius. Durrës, 15 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj, 14 deri në 20 gradë Celsius. Elbasan, 12 deri në 21 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 22 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 21 gradë Celsius. Sarand, 14 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 25 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta me mot pisërisht të vranë dhe intervale me diell përgjatë ditës me mundësi për pika të izoluara vonë. Gjatë paradites mund të ketë vranësira të her pas hershme, ndërsa pas dite intervale me diell në shumë rajone. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor në juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 25 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 25 tetor do të jetë në orën 6:53, ndërsa perëndimi në orën 17:46 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 6 deri në 15 gradë Celsius. Podujev, 6 deri në 15 gradë Celsius. Skënderaj, 6 deri në 15 gradë Celsius. Pej, 7 deri në 16 gradë Celsius. Prishtinë, 9 deri në 16 gradë Celsius. Gjakov, 7 deri në 16 gradë Celsius. Malishev, 6 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan, 6 deri në 16 gradë Celsius. Ferizaj, 6 deri në 15 gradë Celsius. Kaçanik, 6 deri në 15 gradë Celsius. Suhare, 6 deri në 16 gradë Celsius. Prizren, 7 deri në 16 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të tjera klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni dhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi në përditësime më çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion. Bashkë më takofshim në edicionin e ardhshëm.